në rendite dhe në krye agjendën e saj vazhdimin e aksionit politik të Partisë Demokratike dhe të opozitës, pra protesta ose kryengritja paqësore e radhës e datës 8 maj, organizimi i saj, pike 2, diskutime dhe vendimarrje rreth organizimit të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike që do të zhvillohet me datën 30 maj. Dhe pike 3 është diskutime dhe vendimarrje rreth propozimit të KOKOE-s, Komisionit të Operacioneve Elektorale, për kandidaturët për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Për më gjatë, i japim fjalën kryetarit të partisë, profesor doktor Sali Berisha. Mirëdita dhe përshëndetje. Mblidhem në një moment të veçantë. Mblidhem në një moment kur Partia Demokratike në kushtet e një regjimi autokratik, në kushtet e një presioni dhe terrori të gjithanshëm ndaj qytetarëve shqiptarë, bëhet gjithçka për një Shqipëri pa opozit. Bëhet gjithçka për konsolidimin në mendjen e qytetarëve nga mafia e fjalës së lirë, mafia qeveritare e fjalës së lirë, të një realiteti që nuk ekziston në Shqipëri. Bëhet gjithçka për të maskuar, për të sfumuar dramën e vërtet në të cilën kalon jo vetëm demokracia e shtruar tashmë në autokraci, por e tërë shoqëria shqiptare. Përpjekjeve të Partisë Demokratike për t'ju përgjigjur kësaj situate dhëm për dhëm, i kundërvihet narkoshteti me të gjithë institucionet e tij. Ju kundërvihet mediat e kontrolluara nga qeveria, mafje e fjalës së lirë dhe të vërtetës. Por mendoj se është në meritën më të madhe të demokratëve, të Partisë Demokratike, simpatizantëve dhe mbështetësve të saj, që kanë zgjedhë qëndreshëm, kanë zgjedhë kryengritjen paqësore, kanë zgjedhë të qëndrojnë të pamposhtur ndaj këtij regjimi. Dhe vërteta është se është kjo qëndres, është kjo platformë që kemi zgjedhur, kjo vullnetari që ne zhvillojmë, e cila ka bërë që zëri i opozitës të ndigjohet sot më shumë se kur në ekzistencën e saj.
Ky zë ka marrë mbështetjen më të fuqishme ndërkombëtare. Natyrisht në partitë e spektrit tonë, qendrës djathtë dhe djathta. Por si për asnjë forcë tjetër politike në Europë, janë 8 rezoluta. Janë 8 rezoluta të cilat denoncojnë të këqijat e mëdha që ne denoncojmë çdo ditë dhe përballemi çdo ditë. Janë 8 rezoluta si për asnjë forcë tjetër politike, që kanë zbërthyer në mënyrë të plotë dhe përfundimtare diktaturën autokratike të Edi Ramës në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, farsa zgjedhore, terrorin politik, arrestimet politike dhe bashkëpunimin në të gjitha nivelet, në nivelet më të larta të pushtetit, duke nënkuptuar këtë Edi Ramën, Bajram Begajn, Niko Peleshin, me organizatat më të rrezikshme të krimit organizuar. Të gjitha këto do ishin të pamundura, pa zërin tonë, pa qëndresën tonë. Do ishin inekzistente në qoftë se ne pranonim një rol fasad. Të gjitha këto faktojnë që ne jemi shpresë vetme për këtë vend. Të gjitha këto janë një frymëzim dhe obligim për ne, për të vazhduar me vendosmërinë më të madhe, qendresën tonë, për të qëndruar të pamposhtur. Po vi tani nga konferencë e shtyp, nga takim me gazetarët. Dhe Bisha është plagosur, këtë mund të them. Edi Rama është një bishe plagosur se merr ma vetër kur. Dhe kjo, sepse Shqipëria ka opozitë vërtet. Dhe kjo nuk do ndodhë të kur pa një opozitë vërtet në Shqipëri. Jo. Pa një opozitë vërtet në Shqipëri, mos pëlqimet do shpreshin se këtë moral kanë shqiptarët. Do triumfonin idet se pengmarrja është moralit shqiptarëve. Se imuniteti është interpretim alla shqiptar dhe jo kushtetues, detyrim kushtetues. Se korrupsioni është mjedisi i tyre. Pra, po nalem këtu për të theksuar se çfarë anësie kapitale të jashtëzakonshme ka patur qendresa jonë. Kanë patur protestat tona dhe do kenë. Kjo rëndësi është shprehur në mënyrën më të vendosur nga komuniteti ndërkombëtar. Ju jeni dëshmitar se si kur ndonjëherë më parë, kur në këtë vend, në një harë kohor 3 mujor, erdhen 2 misione faktmbledhëse nga më të rëndësishmet.
erdhi misioni faktmbledhës i Parlamentit Evropian, i përbërë nga deputetët të gjithë spektrit politik të Parlamentit Evropian. I kryesuar nga kryetari i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Pra, një komision, një mision fact-finding ju dha pesha dhe rëndësia maksimale.